A e keni menduar ndonjëherë se si dukej Prishtina para gati 600 vitesh? Jo qyteti sotëm me rrugë të mbushura me makina dhe ndërtesa moderne, por një qytet mesjetar, plot tregtar, zejtar dhe udhëtar nga gjithë Ballkani. Dhe në zemër të këtij qyteti ekzistonte një vend ku njerëzit mblidheshin për të biseduar, për të bërë marrëveshje tregtare dhe për të pirë verë. Po flasim për tavernën e parë të njohur në historinë e Prishtinës, e përmendur në dokumente që datojnë nga viti 1438. Para se të vazhdojmë, nëse ju pëlqejnë historitë të tilla të panjohura nga e kaluar rajon, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu zbulojmë histori që shumë pak njerëz i kanë dëgjuar. Në shekullin e 15, Prishtina nuk ishte thjesht një vend banim i zakonshëm. Sipas historianit të njohur kosovar Jahja Drançolli, qyteti kishte marrë tiparet e një qyteti të mirëfillt mesjetar evropian. Dokumentet historike tregojnë se Prishtina kishte lagje të organizuara, sheshe tregtare dhe një treg të madh, ku zejtarët dhe tregtarët shisnin mallrat e tyre. Madje dokumente nga Republika e Raguzës apo Dubrovniku i sotëm përmendin në vitin 1436 një shesh tregu në Prishtinë të quajtur Piazza di Prishtina. Jo tregon se qyteti ishte një qendër e rëndësishme ekonomike në rajon. Por Prishtina e asaj kohe nuk ishte vetëm treg. Ajo kishte edhe administrat, gjykata dhe burg, gjë që dëshmon se kishte një organizim të zhvilluar urban. Në krye të qytetit qëndronte një kefali apo princ i qytetit, një funksion që drejtonte jetën administrative dhe juridike. Një nga përshkrimet më të hershme për Prishtinën vjen nga perandori dhe historiani bizantin, Jan Kantakuzeni, i cili e vizitoi qytetin në vitin 1342. Shkrimet e tij tregojnë se Prishtina ishte një pikë rëndësishme në rajon, e vendosur në rrugët që lidhin tregtinë dhe kulturën mes lindjes dhe perëndimit. Por ajo që e bën historinë edhe më interesante është një tjetër element i jetës urbane të qytetit. Sipas dokumenteve historike të ruajtura në arkiva të rajonit dhe të Evropës, në vitin 1438 përmendet për herë të parë një tavernë në Prishtinë. Kjo tavernë konsiderohet e para e këtij lloji në Kosovë. Jo funksiononte sipas modelit të tavernave të Republikës së Raguzës dhe të qyteteve mesdhetare. Në këto vende shërbehej ushqim, por mbi të gjitha verë vendore, që ishte shumë e njohur në tregtinë e kohës. Imagjinoni skenën. Në një ndërtesë prej gurri në një nga sheshet e qytetit, tregtar nga Raguza, banor të Prishtinës dhe udhëtar nga vende të ndryshme mblidheshin për të pushuar pas një dite të gjatë tregtie. Këtu diskutoheshin lajmet e ditës, bëheshin marrëveshje tregtare dhe krijoheshin lidhje mes njerëzve të qyteteve të ndryshme. Ajo që e bën këtë tavernën edhe më interesante është përzierja e njerëzve që e frekuentonin. Sipas historianit Drançolli, klientët nuk ishin vetëm banorë të Prishtinës. Në këtë vend vinin edhe tregtarë dhe kolon nga Raguza, një nga republikat tregtare më të fuqishme të Adriatikut. Kjo do të thotë se taverna e Prishtinës ishte një pikë takimi ndërkombëtare, ku përzieshin gjuhët, kultura dhe tregtia. Në një farë mënyre, ajo ishte pasqyrë e jetës së gjallë të qytetit mesjetar. Por taverna e Prishtinës nuk ishte vetëm një vend ku pihej verë apo haj ushqim. Jo ishte një nga ato vende ku rridhnin lajmet e botës. Në një kohë kur nuk ishte gazeta, radio apo internet, tavernat mesjetare ishin pikërisht vendet ku njerëzit merrnin vesh çfarë po ndodhte në qytetet e botës. Tregtarët që vinin nga Raguza, nga qytetet e Adriatikut apo nga rrugët tregtare të Ballkanit, sillnin me vete jo vetëm mallra, por edhe histori, lajme dhe informacione nga vende të largëta.
Në tavernën e Prishtinës mund të dëgjoje për zhvillimet në Dubrovnik, për tregtinë në qytetet italiane apo për udhëtimet e rrezikshme në për rrugët e Ballkanit. Imagjinoni një mbrëmje të zakonshme në atë tavernë të vitit 1438. Qirinjt dhe pishtarët ndriçojnë tavolinat prej druri. Në një cep, tregtar raguzian diskutojnë për çmimet e kripës dhe të verës. Në një tjetër tavolin, banorët e Prishtinës dëgjojnë me kurreshtje historitë të udhëtarëve që kanë kaluar male dhe dete. Ndoshta aty janë bërë edhe marrëveshje tregtare, janë lidhur miqësi të reja dhe janë planifikuar udhëtime të tjera drejt qyteteve të largëta. Prandaj kjo tavernë nuk ishte thjesht një ndërtesë në një shesh të qytetit. Ajo ishte një pikë takimi i njerëzve dhe kulturave, një vend ku Prishtina lidhej me botën e madhe të Mesdheut. Nga të gjitha këto burime historike një gjë bëhet e qartë. Prishtina e shekullit 15 nuk ishte një vend periferik. Ajo ishte një qytet aktiv, i lidhur me rrjetet tregtare të Adriatikut dhe të Mesdheut, me lagje, tregje, sheshe, lojra kalorsiake dhe madje edhe me taverna që funksiononin sipas modeleve evropiane. Kjo tregon se qyteti kishte një jetë urbane të zhvilluar shumë herët se sa mendohet shpesh. Historia e një taverne të përmendur në vitin 1438 mund të duket si një detaj i vogël, por në të vërtetë ajo na tregon diçka shumë të madhe, se Prishtina ishte një qytet i gjallë dhe i lidhur me Evropën që në mesjet. Sot kur ecim në rrugët e Prishtinës moderne me ndërtesa të larta dhe drita të shumta, është e vështirë të imagjinosh se para gati 6 shekujsh këtu ekzistonte një qytet tjetër. Një qytet me rrugë të ngushta prej guri, me tregtar që vinin nga Adriatiku, me zejtar që hapnin dyqanet e tyre në sheshet e qytetit. Dhe në mes të gjithë kësaj jete urbane, një vend i vogël ku njerëzit ndaleshin për të pushuar, për të biseduar dhe për të ndarë histori nga rrugët e largëta. Historia nuk përbëhet vetëm nga mbretër dhe beteja. Historia jeton edhe në këto vende të thjeshta, në tregje, në rrugë dhe në tavernat ku njerëzit takoheshin çdo ditë. Dhe ndoshta pikërisht në një tavolin të tillë në Prishtinën në vitit 1438, dikush ngriti një gotë vere, pa e ditur se shekuj më vonë, historia e atij vendi do të na tregonte se ky qytet kishte qenë pjesë e botës evropiane shumë herët se sa mendojmë. Tani dua të di mendimin tuaj. A keni dëgjuar më parë për këtë tavernë mesjetare të Prishtinës? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.